Allah manush më urdhon thonë Kur'an ata pra popujt e mëparshëm idhtarët e feve të mëparshme ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ata i trajtuan murgjit e tyre dhe klerikët e tyre zotra veç Allahut manushëm, gjithashtu të njëjtën gjë bën edhe me Mesihun, birin e Merjemes, pra me Isajin a.s. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, ndërkohë që ata urdhëruan që ta adhurojnë vetëm një Zot, as kërkën tjetër veç Tij. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, Allahu manushëm është i pastërt dhe i nalësum, i pastër nga çdo lloj emete që ata ja atribuojnë Allahut manushëm nëpërmjet shirkut dhe shoqërisë. Një nga efektet madhore që bëri fjala e tauhidit në tokë, pra fjala la ilaha illallah, është se bëri një reformë rrënjësore në aspektin e pavarësisë së muslimanit ndaj gjithçka e tjetër veç Allahut mëndueshëm. Po kjo pavarësi nuk u kufizua vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe në aspektin burimor, edhe në aspektin intelektual, edhe në aspektin moral, edhe në aspektin behavioral ose në aspektin e sjelljeve dhe qëndrimeve. Dhe një nga fushat ose drejtimet kryesore ku u shpreh kjo lloj pavarësie ishte pavarësia që fjala la ilaha illallah kultivoi tek muslimani në marrëdhënie me klerikët, marrëdhënie me hoxhallarët, marrëdhënie me studiusit e fesë, marrëdhënie me ata që Zoti ka sprovu që të ngjiten nëpër minbere apo nëpër vazelije, duke u dhënë mësim njerëzis fen Allahut mëndueshëm. Një ditë pejgamberi alayhis salam në praninë të Hatim at-Tai lexoi këtë ajet kuranor që sapo cituam më sipër, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ata, pra të krishterët më përpara dhe idhtarët e librit, adhuruan priftritë e tyre dhe murgjit e tyre veç Allahut mëndueshëm, ashtu siç bën edhe me Isajin alayhis salam. Pra ata nuk adhuruan vetëm Isajin, po adhuruan edhe priftritë e tyre, pra figurat e tyre fetare. Orse klerikët, që për fat keq ky term është transferuar tek muslimanët. Muslimanët nuk kanë klerik, gjithsesi do e trajtojmë më poshtë. Kur e dëgjoi këtë ajet kuranor, Hatimi i tha ma kunna nattakhidhuhum arbaba min dunillah. Tha ne nuk i kemi pas adhuru ata, nuk i kemi pas trajtuar si zotra veç Allahut mëndueshëm. Mirë po, pejgamberi alayhis salam, duke qenë pejgamberi i fesë islame universale, që natyrshëm e kishte kuptu fen me të gjithë dimensionet e rrezatimit të saj në të gjithë jetën njerëzore, brenda individit dhe jashtë tij dhe në univers, i tërheq vëmendjen Hatimit tek një aspekt tjetër, adhurimi ndaj klerikëve. I tha, elem tekunu idha halalu alejkumul harama halaltumuhu wa idha harramu alejkumul halala harramtumuhu. Tha ju tha kur ata tha halalin u bëni haram. A nuk e bëni edhe ju haram bashkë me ta? Dhe kur haramin u bënin halal, a nuk e bënit halal edhe ju bashkë me ta? Dhe këtu pejgamberi alayhis salam në këtë dialog ka rëndësishëm, po që karakterizohet nga një nivel i jashtëzakonshëm, edhe i thjesht, po dhe shumë i lartë me intelektual, i tërheq vëmendjen ummetit deri në ditën e Kiametit. As kërkush nuk ka të drejtë, as kërkush nuk ka drejtë, edhe nuk ka shans që ta justifikoj qëndrimin e tij nëpërmjet qëndrimit të hoxhallarëve apo të klerikëve. Dhe kjo nuk është hutbë vetëm për ne, por edhe për besimet e tjera.
Dhe Allah manushëm për të aheq këtë lloj justifikimi umetit plotësisht, na e shpreh këtë në lidhje me atë se çka për të ndodhur ditën e Kiametit. Dhe thot Allah manushëm, wa kullun atihi yawm al-qiyamati farda. Dhe çdo kush ditën e Kiametit do vi para Allahut manushëm vet. Pejgamberi alayhis salam u ngjit mbi mber dhe i tha Fatimes radiallahu anha warda, o Fatime, bie Muhammedit, puno për dal faqe bardh për Allahut mëndueshëm, bëja hesapin mirë punëve tuaja, shumë mirë, pa marrë në llogari dhe në konsiderat fare se bija e kujtje, sepse nuk kam të bë fare dobi se je bija e Muhammedit, pejgamberit Allahut mëndueshëm. Kush? Fatimja. O Abbas, xhaxhai pejgamberit, apo Beni Hashim fisi i pejgamberit, kështu me terma, me emra, pejgamberi sa më drejtu. Punoni për dal faqebar për Allahut mëndueshëm ditën e Kiametit, se nuk ka me ju hyn punë fare se jeni fisi Muhammedit alayhis salam. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dhe ditën e Kiametit as kërkush s'ka për të mbajt barrën e tjetër. Këtë lloj justifikimi edhe ditën e Kiametit xhehenemlit kur të futen në xhehenem, kur ta kuptojnë me fjalë se mirë se çfarë ndërkimi po i pret, i thonë Allahut mëndueshëm, o Zot, na i sill ata që kishin mundësi me na mësu të mirën, po na mësu të keqen, apo ata që u bën sebeb me hum rrugën. Dhe je po atyre dy fishin e ndëshkimit. Thotë Allahu mëndueshëm likullin dhef. Çdo njëri për ju ka dy fishin e ndëshkimit. Shejtani i mallku në betejën e Bedrit i nxiti, rini me mua xhamat, akoma s'kam fol. I nxiti shejtani i mallku ditën e Kiametit, atë ditën e Bedrit, i nxiti politeistët. I nxiti aq shumë sa që u fillon të u egzaltu. Edhe fitore nuk e kishin mendje hiç fare, ata kishin pa diskutuar me fitoren. Por do t'i bëjmë cop-cop, do t'i shkatrojmë të mërat. Dhe sa po shejtani i mallku i pa me lajket e Allahut mëndueshëm ja mathi me të katra. Dhe Allahu mëndueshëm ke surja Ibrahim alayhis salam na e përshkruan tashmë këtë dialog, por i iniciuar nga betejë e Bedrit, na e përshkruan se ky lloj dialogu ka për të ndodhur me fjalë ditën e Kiametit pasi Allahu mëndueshëm t'i fusi xhehenemlit në xhehenem dhe ka për t'i vendosur një podium shumë të lartë, një mimber shumë të lartë shejtanit mallku. Dhe aty ka për të mbajt me fjalë hutbën ma perfekte, ma letrare, më të drejtë për drejtë, më eksplicite që ka mbajt më herë. I drejtë për drejtë. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru. Dhe kur shejtani e pa që çështja u nda xhennet lid në xhennet dhe xhehenem lid në xhehenem, inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allahu mëndueshëm ju bëri një premtim. Dhe unë u a bëra premtimin. Kurse unë, çfarë? E shkela premtimin tim. Fela telumuni wa lumu anfusakum. Prandaj mos më kritikoni mua, po kritikoni kë veten e tyre. Tash i përfiton shejtani i mallku ditë e natë, punon me na humne, ditë e natë apo jo, ditë e natë. Apo no apo jo, edhe në gjumë, edhe në namaz. Edhe në andër. Me gjitha të ditën e Kiametit, vetë shejtani mallku thot atyne që i ka pas ushtarë në dynja dhe i ka hum, mos më shani mu. Sepse me fja po t'ju kishte hinë punë, kjo lloj justifikimi s'do kishte hinë fare në xhehenem. Pse o xhamat? Sepse Allahu mëndueshëm të ka dhënë arsye. Ka dhënë aftësi për t'i dalluar gjonat. Të ka dhënë vullnet të lirë dhe këtë vullnet të lirë ta ka ushqy, ta ka ndriçu. Nëpërmjet kujt? Nëpërmjet revelatës hynore. Kur ndodhi betejë e Uhudit, Amr ibn Jabuh ishte i qalë, qaleman. Bashkë me të rëdjem të vetë u bën gati për medal në betejë. Dhe që të rëdjem të ju bën babajt vetë dhe i thanë, baba ti e i qalë, prandaj mos dil. Sa unë e kam da menin medal. Ku bë ky debat o xhamat? Jo pranit hoxhës, baba me 3 fëmijë, jo pranit pejgamberit Muhammed alayhis salam, vetë për vetë ishim.
Dhe shkon ke pejgamberi alayhi salatu wassalam, vetë në xhamuhu me djemt e vet për ta bërë gjyqtar pejgamberin. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rritha se ke arsye. Vallahi tha, du me shkel xhenetin me këtë çalamanën time. U tha fëmijëve të tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lëreni që se është sadik Allahu më që ka më ja pranu. Shkoi u fut në betejë ra shahid. Ai para fëmijëve të vet. Pse kjo vetvetishmëri o xhamat? Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam çfarë kishte kultivuar ke sahabët? Përgjegjësinë individuale. Po këtë përgjegjësi individuale kishte kultivuar mbi çfarë? Jo mbi muhabet kafenesh o xhamat. Po në bazë të një metodologjie të sofistikuar kuranore dhe profetike. Ka kultivuar një përgjegjësi individuale që i hyn njeriu në dynja, në punë, edhe në ahiret para Allahut mënush. Çështja është shumë serioze o xhamat. Nuk mund të justifikohesh ti me i fjalë po unë, apo hoxha bën kështu apo na. Ku jo ku është hoxha, ku s'është hoxha. Popujt me ja që duan me u ngret nuk ka nevojë me justifiku. Hoxha doli hoxha. Ja po ku ishte hoxha, po hoxha ka frikë, po s'ka frikë. Hoxha s'ka frikë. Hoxha ka frikë vetëm Allahu mëndosh. Dhe jam i sigurt që këtë status e kanë gjithë kolegët e mi. 30 vjet apo 35 vjet, hala merr o doli hoxha, s'doli hoxha. Hini hoxha, doli hoxha. Foli hoxha, s'foli hoxha. Tash po ta marrim konsiderat me këtë pjesën e hutbes, ku shkojmë në ditën e Kiametit? Enes ibn Nadr radhiyallahu anhu wardahu në betejën e Bedrit mungoi. Ishte njëri si gjithë njerëzit, sahabe i thjesht. Mi po pesmatu aq shumë u mërzit se s'kishte marrë pjesë në betejën e Bedrit, për më tepër që Allahu manushën për betejën e Bedrit zbriti me 10 ajete kuranore ku u bën tezkije dhe i manon sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që morën pjesë në atë betejë dhe ishte nderi i parë. Që kishin ëndër gjithë dhe tha nëse do ndodh prap Allahu manushën ka për të parë prej meje diçka me fjalë të veçantë. Mi po e çuditshmja është se edhe në betejën e Uhudit në fillim nuk mori pjesë, kishte qenë me fjalën tregti. Beteja e Uhudit erdhi aty pra, kishte qenë larg dhe normalisht në distancat nuk ishin si me telefon sot. Kur u kthy, erdhi në Medinë e gjeti Medinën bosh. Medinja bosh. Tha ku janë sahabët, ku është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Në betejë, ke beteja e Uhudit. Unis për në betejë. Kur gjeti një pjesë sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me bishtin ndërshal duke ikë me vrap. Duke ikë. Tha ku i keni shpatat more? Pse më i keni lanë shpatat? Po tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vdiq. Është vra. Nuk u qurravit o xhamat. Njerëzit që duan të bëjnë nuk qurraviten, dhe qurraviten me vetë është justifikim. Burrat nuk qurraviten. Ai që do me bëjë, vdiq i parë, vdiq i dyti, punë e madhe fort. Se kemi shpirtin dorë. Ai që ka da menë me jetu me Zotin, s'të më di doli. Ku është hoxha, ku s'është hoxha. S'më merr mat punë. A ke ndërmend me bën një hajër, edhe vlla çaj. Se s'hyn punë ditën e Kiametit ti. Ditën e Kiametit unë s'hyn punë fare. Ditën e Kiametit unë si ti kam përqen laguriq. I pa bërë sunet, edhe me i fja i zverdhë dhe i nxim para Allahut manushëm. Kam hesabin njërë s'merë me ty. Unë s'merë mas me gruan tim, as me fëmijët e mi ditën e Kiametit. As me vllahun tim, as me baba, as me nan. S'hyn punë. Pa ne mos justifiko. S'kepsi justifikosh. Enes ibn Nadr, ku jeni të shkumëre? I kemi lanë shpatat. Po pse keni lanë shpatat? Po ka vdek Muhamedi. Ja si ku qoftë. Vdisni edhe ju si ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Vdisni edhe ju për të njëjtën kallë që vdis Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çfarë është justifikim? Edhe shkoi Enes ibn Nadr dhe u fut mes politeizëve, i korri. Edhe ai ra shahid. Ra shahid Enes ibn Nadr. Ra shahid dhe i tha Allahu më nushëm o Enes, se ishte sadik, besnik, vërtet. Ku vërtetohet besnikëria o xhamat, njerëzit besnik nuk justifikohen me as kërkënd. Fare. Justifikohet njeriu besnik që ka hatër Zotin, nuk i thë marrë të kërkënd. Am pyeti mua me fjalë kur ja çor risku ndar gruas tande dhe fëmijëve tuaj dhe farafisit ose babës e nënës. Pse? Sepse ti e bën këtë detyrë vetveti, o vlla, o xhamat.
Këtë detyrë ti e bë ke vetvetiu, vet. Apo jo? A është detyrë hyjnore kjo, që ka detyrë hyjnore? Po? Po këtë ti pse duhet më pyet mua? Pse duhet më pyet mua? Dhe shohit sa banalitete, sa pyetje idiote, s'kan fajta hoxhallarët. Sepse edhe pyetje që u shkruajnë hoxhallarëve jo idiote. Po në shumë raste janë pyetje me ja që të vjet turp me i dëgju. Shpranojmë që niveli i muslimanëve, i xhamat muslimanëve është ngritur shumë. Dhe elhamdulillah me është ky xhamat që po e mban kam me këtë popull. Por në krahun tjetër dëgjojmë disa pyetje të çuditshme fare. Dhe ti e kupton, ose do më humb kohën, ose niveli fetar mund të ketë 10 vjet tjetër në fe. Akoma s'ka kuptuar liv ben e fes. Tash hoxha duhet të hap kaptinën tatë me hera ta mbushi me dijen e vet, është pamundur. Pra ne ka përgjegjësi individuale. I tha Allahu manushëm në Enes ibn Nadri, ç'a do i tha? Tha du me i ta njoftosh popullin tim mbrapa që dere shqetësimin e Nadri. Si puna ati burrit Jasinit. Keni pra historinë Jasin? Edhe pas ju vratha ja lejtë komi ja le munde bima ghafareli Rabbi wa ja'alni min al-mukramin. Ai ishte njëri i thjesht, kishte ardhur me i vën nga skajt e qytetit u vra, ra shahid bashkë me pejgamberin e Allahut manushëm, dhe Allahu manushëm me këtë bisedon, jo me pejgamberin. I thot ti o robi im çfarë do? Tha sikur populli im ta dinë se si më ka fal, më ka lartësuar dhe më ka nderuar Zoti im. Edhe Enes ibn Nadrin, për shkak të besnikrisë së tij dhe sinqeritetit të tij, i tha qa do Enes? Tha njoftoj, tha ata mas mirën se qa është këtu, xheneti. Qa mirësi më ke dhanë? Dhe Allah më nushën zbriti ajetin kuranor, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat, bel ahya inda rabbihim yurzaqun. Dhe mos i mendoni ata që kanë rarë rrugë të Zotit shahida, se ata janë vdekur. Ata janë gjallë, tek Zoti i tyre furnizohen. Pse Allah më nushën me solli këtë për të na thënë se feja nuk është e hoxhallarëve o xhamat. Feja është e gjithë muslimanëve. Për të na thënë se vatani nuk është i hoxhallarëve o xhamat. Është i gjithë shqiptarëve, i gjithë muslimanëve. Për të na thënë se ditën e Kiametit nuk keni arsye dhe justifikim për dalë para Zotit, vallahi hoxha. Vallahi këta e dishin fe këta. Po ti ç'a bën në 35 vjet? Hala për të them unë me fjalë dil mos dil, ç'lidhje ka kjo? Për çfarë? Ti çfarë do të thosh Allahu manushën ditën e Kiametit? Një nga përshtypjet më të rëndësishme me të cilat ka marrë nga Egjipti në 2005 është se një person intelektual, profesionist i fushës së ekonomisë punonte në kontrollin e lartë të shtetit, kontrollin e lartë të shtetit. Edhe për t'i ra thjesht, duke mos qenë edhe eksperti i ekonomisë, po bori bujt madhe gjithë lindjen e mesme. Kjo lloj ngjarje. Konstatoi se korrupsioni që pritej të bëhej me një projekt shumë të rëndësishëm dhe me efekt kombëtar ishte me një fjalë shumë i madh. E para e dyta, nëse do të reagonte ky ishte i vetmi që duheshte me reagu. Ku e ditë shehu e Zeherit se ç'a bëhet aty më? Apo hoxha i lagjit e ditë? Ku e ditë ai shkëti? Mirë, po nuk morin telefon shehun e Zeherit, apo hoxhën, apo ai i mori fëmijët, i mlodhi, gruan e vet, edhe fëmijët e vet. Thash si është puna. Duke qenë se jam në atë pozitë që jam, kam konstatuar se do të bëhet një korrupsion shumë i madh, me dame shumë të mëdha për shtetin dhe për popullin egjiptian. Mirë, po pasojat që mund të më vinë mua nga ky lloj reagimi dhe jam i vetmi që mund të reagoj, mund të jenë pasojat të rënda. Prandaj nuk ju kam marrë për t'ju marrë leje, thjesht për t'ju njoftuar që t'ja bëni hesapin me Zotin kësaj sakrifice. Dhe i tha na kem mbrapa. Shkoi në televizion, mblodhi mediat dhe tha o popull egjiptian. 1 2 3 4 5 i gjithë shteti u dorëzu. Dhe buka ishte me kollare, kishte marrë me fjalë fakultetin e ekonomisë me Financbankës me fjalë në fakultetin e Universitetit në Egypt. Kishte punuar disa vite, njëri i thjesht. Shkote në sabah, falte sabah, shkote në yatsi, falte yatsi, agjerote si gjithë muslimanët e tjerë, e shftoi me fjalë Egyptin. Reagimi kujt ishte ky? Njeriu thjesht, o xhama. Por ta përmbyll, 3 probleme të mëdha kemi ke kjo temë.
Nëse akoma do vazhdojmë të themi hoxhallaret, po jo po hoxhallaret, do të thotë që me dashje apo pa dashje, po unë mendoj se ka një përqindje cinizmi shumë të madhe brenda, është se nuk e kemi me gjithmenë o xhamat. Dhe du me justifiku kryqe këpuçmërim nëpërmjet kujt, nëpërmjet hoxhallarëve. Muslimani është burr i të bëmes, jo i të thënmes. Se shef të arsyeshme, rri. S'ke takat, rri. Do me e bo, dil. Ke takat me ja bë hesabin me Zotin, dil. Vepro, qëndro. Muslimani nuk justifikohet, do xhaman. Muslimani nuk justifikohet, nuk ka justifikim. Kimi ditë me justifiku që me 7 tetor, 2023. Si me justifiku? A budalla jemi ne? Se më budallë. Unë i di edhe fatura që mund të paguajmë. E vërteta është e vërtet. Haku është hak. Dhe kjo na përfshin gjithë, jo vetëm hoxhallarët. Është e para. Kujdes, mos e justifiko. Qose e ke nda mendjen, po diçka bëje. Muslimani besnik bën, nuk justifikohet. E dyta gjë, nëpërmjet kësaj propagande pa kuptu, ne me fjalë dëmtojmë kë karabinan e Islamit. Dëmtojmë kë bedenat e Islamit. Ato horrat tani nga lindja të mesme. Por t'i dhanë fund Palestinës si ç'është, ç'a bën? Ata hoxhallarët që dinin me fol, që kishin ruajt figurën e tyre në popull, i futin nëpër burgje. Bukur? I futin nëpër burgje. A e dini ç'a bëri komunizmi her pas here? Komunizmi do me komunizmit, vrau hoxhallarët, vrau priftrit, etj. Po. Mbylli xhamiat, po. A e dini ç'a ka bërë paralelisht me këtë? Me të njëjtin agresivitet, madje edhe më tepër. Pas bombës së shquar ruse, tek ambasada ruse, çfarë ndodhi o xhamata, e dini? Vetëm kërkoni në internet. Bomba në ambasadën ruse. Bukur kaq. Vitet 60. 18 apo 24 intelektualë, profesionistë shqiptar të shkolluar që mund ta ngrenin në kamp këtë popull, u ekzekutuan. Një nga intelektualet e shquara shqiptare muslimane, e studiuar shkencëtare në Itali, nga Gjirokastra, Muhsin e Kokalari. Kur filloi Enver Hoxha duke i vrarë shtresa intelektuale, njëri mas tjetrit, i çoi letër, tha, me këtë do me e bë, tha, Shqipërinë me albanat apo me samarxhit, me gjithë respektin. Ti po i vret gjithë. E vrau ato bashkë me fëmijën e saj në bark. Gjëja tjetër çfarë bëri? Shtresën pasanike të shoqërisë shqiptare e shkatroi. Familjet e mëdha i shkatroi. Pse? Se qafiri kishte kuptuar diçka shumë të rëndësishme. Hoxha, shumë i rëndësishëm për shoqërinë. Prifti, shumë i rëndësishëm, ama është një beden, nuk është gjithë ndërtesa. Kush e mban kam një shoqëri? Hoxhallarët, po. Mësuesët, po. Kapitalistët, pra njerëzit e kapitalit, absolutisht. Familjet e mëdha, po. Intelektualët dhe profesionistët dhe shkencëtarët, po. Pam, dhe në raqa tia mbi kokë dhe bori me ne çka i deshti qefi 45 vjet. Pra e kujdes. Përgjësia është të shpërndame. Nuk e di jam kuptoni e xhamatave jo. Është shumë e rëndësishme kjo temë. Sepse në këtë vend kanë përndodhur ngjarje shumë më të mëdha dhe në këtë botë, dhe do jemi dëshmitar, dhe kemi për të sprovu me gjithmen në besnikrin tona, e kemi me gjithmen apo jo? Manja men. Mbase do të vijë momenti që duhet me dalë edhe me këto. Kur hasmi ke koka dhe ke kamët me i fjalë që nuk flen. Edhe aty do shohim. Vallai doli Hoxha po dalim me ne, doli Hoxha po dalim me ne. S'ka lidhje me Hoxhën kjo. Ai që beson xhenet, ka shef me ra shahid për hir të fesë Zotit dhe për hir të vatanit vet, nuk pret ka dalë Hoxha, s'ka dalë Hoxha. Le të lëm të pallavra. Le të kthehemi ke Zoti dhe të bëjmë hesabin mirë qëndrimeve që mbajmë. Se ditën e Kiametit s'ka për të na hyrë punë veç se kush, vetëm se puna jon. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ata i shndruan priftrit e tyre dhe murgjit e tyre zotra veç Allahut të madhnushëm, sepse e shikonin hakun dhe të vërtetën ke goja e Hoxhës dhe jo tek libri i Zotit dhe tek fjala e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Prandaj dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu ardhahu, kur vdiq pejgamberi, edhe Omer ibn Khattabi u trem,
se pranon të dot. Kishte vdek kush? Hoxha e hoxhallarëve, pejgamberi i Zotit, alayhi salatu wassalam. Allahu më na bashkon me të në xhennet. Erdhi Ebu Bekri, ai burri i vërtet. I tha Omer, hajde çik. Omer ishte Ebu Bekri, e kapi për leckë, hajde këtu çik, qetësot. E jo nas, o njerëz. Men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat. Le ta dini se kush ka adhuru Muhammedin drejt, tash Muhammedi ka vdek. Wa men kana ya'budu Allaha fa inna Allah hayyun la yamut. Dhe kush ka adhuru Allahun, le ta di se Allahu është i gjallë dhe nuk vdes kur. Do më durone 2-3 minuta në lidhje me ngjarjen e madhe që po ndodh në Shqipëri. Ajo që ka po ndodhur në Shqipëri, kam parasysh tu protestën kryesisht, i ka zbardh faqen popullit shqiptar në disa aspekte. E para ka treguar me fjalë që delli ose më drejt nervi i adetarisë ndër shqiptarët s'ka vdek. E dyta ka treguar që jo vetëm që kemi rini, po kemi rini gjallë. Kemi rini gjallë. Dhe kemi rini që megjithëse është e interesuar për kombin, vatanin dhe interesin kombëtar. E treta gjë, kemi një rini që akoma nervin e dinjitetit e ka gjallë dhe nuk pranon të fyhet dhe të ofendohet. E përsërisim ose e theksojmë atë çka është thënë gjatë tyne ditëve dhe realisht i kam ditë pothuajse 24 orë. Zvërneci është thjesht një shkëndi të kujt të dinjitetit të përllosur deri në këto momente. Pra populli shqiptar nuk pranon me u përllos dhe mos rinia. E kemi pastan pra do kohësh kemi bërë një krahasim o xhamat. Zemrimi i popujve është si puna e cisternave të mëdha të ujit, që fillon të engrof, edhe në fillim thotë e gjithë kilizari i madh në dorën aty që ka i vakt. Prapë pas 2-3 ditë që ka i vakt. A më haron me një fjalë se ai ajo cisterna akumulon nxehtësi, akumulon, kur vjen momenti i vlimit s'ka gjë që ndal. Kur vjen momenti i vlimit, nuk ka gjë që ndal. Është lëndu dinjiteti këtij populli xhamat. Është lëndu shumë. Realisht. Është lëndu nga papërgjegjshmëria. Ke madhe ke vogli. Nga arroganca. Është lëndu nga shpërfillja. Edhe nga gjëra të thjeshta. Kemi thënë para 2-3 hitëve apo para 2-3 muajsh. Është bërë milionshi, 10 milionshi, 20 milionshi, 100 milionshi, sikur më thahet tapimi kapës të t'japi drek, apo t'japi drek. Sa ishte fatura? Ama se 100 milion lekë me, apo 100 milion euro. Pa përgjegjshmëria, pa vrandishmëria në këtë aspekt. Është vra. Edhe i ndershmi që është brenda në institucione, kur uzi dhe pi kafe me të thot, vëllai të shokët e mi thonë, ti a ufo je çu? A ufo nga ka ardhur, po çfarë ke sjellën? Ku e morë ti këtë qendrimi? Ose këtë guximi nga e merr ti për të bë pengesë për 1-3-4. Po na e pret riskun ti po na e pret riskun. Cilin risk mos e hangsh. Çfarë risk po flet? Është lëndu. Dhe është lëndu edhe nga sjelljet e thjeshta fare. Të papërgjegjshme. Shkon le të themi në filan dikaster. Dhe do me marrë 2-3 vërtetime ti. Për shembull, vërtetim banimi, për shembull. Edhe thotë, hajde nesër, po se të vi nesër, sepse më kanë marrur letrat. Të vi nesër unë, të kam punë, për të marrë një vërtetim vogël, se ti të kanë marrur letrat, që është kjo papërgjegjshmëri? Do të thush ti, po gjë e vogël o hoxh, 1, e dyta, të vje fatura, fund muajit, 3.000 lekë. E dritave. Numri aty ka hecë, dhe muajin e ardhshëm, e vendosa të muajit kalon ke fatura. Mi po kalon kilovati. Kalon kilovati dhe ty duhet me paguajt edhe më tepër dhe shkoj i thu. E shifër vallai ke drejt. Kam drejt por rregulloje. Vallai këtë duhet me e paguajt pas e bëj ankesë. 2. Këto dyja 3-4 ditë na kanë marrë debat në shtëpi. Është dhimbje apo jo? Sigur me ecën rrugë vjet dikush, bam një boks ta fut, pa rrugën. Ti nuk e haron një javë. Po sa zullume të tilla të papërgjegjshme bëhen ditë. Nxirret ligji. E kemi marrë ligj. Urdhër. Fëmijët nën 14 vjeç do trajtohen me hormone. Ore kush jeti? Çfarë po i trajton këto njerëz? Ka vjet çaj njerëzit. Ore çaj njerëzit, çfarë duken njerëzit? Po ti moj zonë që e firmos. Kë do çosh vetëm tanda aty, do çosh fëmijët e tuaj, do çosh niprit dhe mbesa e tuaj, për mua ndru seksin.
Apo mu andru me fjagjinin, e bon dot? Apo se këto, s'ka problem këto. Edhe kjo akumulohet. Dhe vjen moment, edhe ercohemi fare, fatikisht, për edhe natyrën të problemit të Zvërnecit. Se kjo është diskutim vete. Natyra e problemit, real të Zvërnecit është muhabet tjetër. Dhe dy fjalë do i theme për këtë. Ama, akumulo. Vjet tjetri, i tatimeve, dhe i full, e kam pa me sytë e mi. Bëzan, këtë blokun e të në tavolin, me si letrat. Ore, kush e ti si? Kush? Unë lodhem këtu me hanat e ditë për të fitu ja djerëzën e balit, dhe ti vike me ja sigarit me ja këtu, po të nëzjerë gërmazën e fytit. Thot populli, apo ja. Kujdesa mos, se e lbete. Nuk poftoj. Ama ta bon me gërmazën me ja nëzjerë për fytit. Ti lodhesh natë e ditë me fitu atë risk, edhe ajtë me ka të shetë të ngrëlik, bëdam. Me ka e godet atë blokon aty, me që letrat. Qa letra shdo mërë të dalë që në sytë të balit? Kujt po i flet? Kujt je duke i fol? Qa duket vetja ti? Dhe një nga gjëra që ka dalë në pa, dhe du them bravo shumë, ndjeshmëria e madhe ndaj çështjes së aty në çifutëve, vrasësve, aty që u thuhet sot izraelit. Dhe bravo aty në trive me i fjalë që i bën bojkot edhe ndeshjes miqësore. Që s'është miqësore, s'mund të jetë miqësore. Por sensibiliteti ndaj çifutëve në Shqipëri, aty në që vinë nga atje kanë fjalën, se ne bashkëjetesë me çifut kemi pas historikisht, me hebrejt. Kushtë ata janë çifut, nuk janë hebrej. Nuk janë jehud, ata janë çifut. Dhe sensibiliteti ndaj tyre duhet të jetë shumë i madh. E theksoj edhe një herë. Do të ishte gjë shumë e bukur kur të vjen në dyqan mos më i dhan shërbim. E pakta gjë është solidaritet me vëllezërit tonë atje. Mos më i dhan shërbim. Me nxjerr për jashtë, me marifet, me respekt. Kurse xhamati nderu, do shtoj edhe një mend tjetër, por pa cënuar as pak vërtetësinë, të paktën sipas këndvështrimit tim, të këtyre që thash deri tash. Kur serbi dhe greku nuk i ka dhimbt zemra për ne shqiptarët. Omar al-Khattabi thot, lestu bil khibbi wa laysa al-khibbu yakhda'uni. Mashtrus nuk jam, po as mashtrusi s'mundet me ma hedhmu. Ne musliman na ka beku Zoti që jemi, edhe me entuziazm të fortë, po jemi edhe me dritë, zemre dhe sysh. Duhet me i pa gjërat në realitet. Me i mora avash, edhe reagimi duhet jetë reagimi çfarë? Kur thot Guenoja i mendjes së akullt, me i marrë gjërat veçarisht, gjërat me sensitet të madh dhe me rëndësi të madhe me analizu. Dhe jam lodh realisht të tërë ditë. Me ditë me analizu. Paktën sipas këndvështrimit tim. Nuk i kam fare euforisë këtë që po them. Ja kam bërë hesabin e me Zotit. Por duhet me qenë të vëmendshëm. Pse? Sepse kurrë nuk ka qenë serbi dhe greku për interesa madhore kombëtare shqiptare. Pse? Sepse ndërtimi i interesave madhore shqiptare në tabatanin ton është sipas aty në dëmtimi tyre. Edhe ky aspekt nga ne si musliman duhet fut në llogari. A flasim për interes kombëtar? Interesi kombëtar nuk shihet vetëm nga aspekti emocional. Duhet pa nga gjitha. Pse? Sepse ç'a bën ai? Serbia ti bën dokumentare, bën emisione dhe thot me fjalë qeveria shqiptare po e shet popullit apo tokën e popullit shqiptar po ja shet Izraelit. Wow. Pra Serbis i dhim ka shumë toka e shqiptarëve dhe i dhim se shumë fakti që me fjalë qeveria shqiptare po i shet tokën Izraelit. Pa keni pa ndonjëherë me fjalë që ujkut ose çakallit ti vjen keq për delen apo parimi ujku çakalli janë marrë rapa me po bonamin. Ne duhet që të mëjmë. Të shënjëzuar. Po greku na ka prerë, na ka therr, akoma plagat e vëllezërve tonë çamëris rrjedhin gjak. Tokat janë grabit. 1/4 e Greqisë me fjalë shqiptari, në Shqipëri. Është ligji i luftës hala. Po çfarë pret ti pra? A duhet të fut llogari edhe kjo? Po. Dhe s'duhet pranojmë asnjëherë që nervi jon i advetarisë dhe i dashurisë për vatanin dhe ndjeshmëria për interesin e madh kombëtar të tallet me të dhe të bie dikush tjetër me që s'na e do të mirën. Edhe kjo duhet marrë në konsiderat.